secili njeri e posedon, e ka një organ të mbrëmshëm, i cili është shumë i rëndësishëm në mbarvajtjen e jetës së tij. Apo thonë më ndryshe, është organ i cili e dirigjon komplet jetën e tij. Dhe ky organ i mbrëmshëm është zemra. Allahu Gjeleshanehu për zemrën ka folë shumë. E ka trajtu çështjen e zemrës Allahu Gjeleshanehu dhe e ka vu në pa rëndësinë e saj që e ka zemra tek njeriu. Në surën Hajj, Allahu Gjeleshanehu në ajetin 46 na drejtohet dhe na thot: a nuk udhtojnë ata në për tokë që të kenë zemra me të cilat kuptojnë? Nëse e shikojmë në përkthim këtë ajet kështu bukfalisht, nëse të pyet dikush dhe thush, me çka kupton ti? Gjithmonë na shkon mendja me logjik, me tru, me kokë. Mirë, po Allahu Gjeleshanu po thot diçka tjetër. Allahu Gjeleshanu po thot, ata që udhtojnë për çka? Për të kuptuar me zemrat e tyne. Andaj kanë thonë dietarët se të kuptuarit me zemër nuk është e njëjtë si të kuptuarit me logjik. Të kuptuarit me logjik mundet të jetë e gabueshme, ndërsa të kuptuarit me zemër është gjithmonë e drejta, e hakit dhe e vërteta. Prandaj kur njeriu thot më flen zemra në çet punë, ai njeriu është i pajtuar me atë punë. Nuk shohësh një njeri që thot më flen mendja në çet punë, sepse mendja mundet sot me ndryshuar dhe me thon diçka, e nesër mundet me i ra pishman asaj që e ka thonë. Ndërsa zemra është ajo e cila kur të thot që jam pajtuar me ta dhe më flen zemra me ta, atëherë ma aty s'ka fare dyshim. Prandaj Allahu Gjeleshanu na drejtua dhe na ka thonë se për të kuptuar me zemrat e tyne.